Një ditë pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve urdhëroi rinumërim të votave shkaku i shpërputhjeve në rezultatet e kandidatëve për deputet, deri të mërkurën në orën 16 janë numëruar 7% e tyre. Nga 914 vendvotimet që do t'i nënshtrohen procesit, u rinumëruan 64 syresh në Deçan, Gjakov, Glogoc, Gjilan e Dragash. Krahas Dragashit, deri në orën 17, rinumërimi nuk nisi në asnjërin prej 9 komunave të tjera, ku ngrit dyshimi se manipulimi me vota ka qenë më i madh, e për çka KQZ-ja vendosi të rinumërohen 100% të vendvotimeve. Rinumërimi i plot do të bëhet në Prizren, Ferizaj, Skënderaj, Shtime, Vushtri, Dragash, Mamush, Kaçanik, Leposaviç dhe Ranilog. Në 5 komuna ku të mërkurën u bë rinumërimi, nuk dolën dallime në votat e partive, por në ato të kandidatëve për brenda subjekteve politike. Votat e kandidatëve që u numëruan në qendrat komunale në ditët e para pas zgjedhjeve me ato që u numëruan të martën e të mërkurën në QNR, dallojnë më së shumti deri në 14 vota për kandidat. Një rast i tillë është vërejtur në një vendvotim në Deçan, ku kandidatit të AAK-s për deputet Arton Demhasaj i janë numëruar 14 vota më pak në qendrën komunale, e të cilat ju rikthyen në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi thot se nëse gjetjet gjatë rinumërimit tregojnë për shpërputhje të mëdha në rezultat, KQZ-ja mund t'i dërgojë në rinumërim të 100% edhe komunat ku u caktua numërim në 10% të vendvotimeve. Do të varet krejtësisht nga gjetjet, nga procesi i rinumërimit dhe pastaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të rivlerësojë situatën dhe sigurisht të marrë një vendim të ri për të shtuar numrin e vendvotimeve që do të rinumërohen, por e gjitha kjo varet nga gjetjet gjatë procesit të rinumërimit të vendvotimeve nga këto komuna për të cilat fillimisht KQZ ka vendosur që të bëhet rinumërimi vetëm i 10% të vendvotimeve të tyre. E nëse nuk do të ketë raste të tilla, rinumërimi i këtyre vendvotimeve të përcaktuara do të marrë kohë edhe 2 javë, ndonse KQZ-ja i ka rritur kapacitetet në QNR. Pas vendimit të fundit të KQZ-s për të rinumëruar këto vendvotime, në QNR janë shtuar kapacitetet nga 10 tavolina në të cilat zakonisht bëhet numërimi, tashmë janë 20 të tilla, në të cilat do të bëhet rinumërimi i këtyre vendvotimeve. Sipas një planifikimi, në një tavolinë numërimi gjatë një ndërimit mund të bëhet numërimi i 2 kutive të votimit, ndërka gjatë gjithë ditës deri në 4 kuti. Sipas vendimit të KQZ-s në nivel vendi, rinumërimit do t'i nënshtrohen 36% të vendvotimeve.